vërteta. Pra Shqipëria është e blokuar, është vend numro, nuk ecën dot përpara. Dhe ky raport është unanim, don miratim unanim. Pra, shqiptarët ta kenë të qartë se Edi Rama, me vendimin që mori për të mbrojtur veten e tij, duke bllokuar arrestimin e Lubi Ballukut me parlament, bllokoi de facto procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Bëj këtë sqarim për mediat. Me lutjen që ta përcjellin në mënyrë korrekte. Këto janë shpjegimet dhe komentet që bën përfaqësues të Komisionit Evropian për radion Europa e Lirë. Në mënyrë që qytetarët e Shqipërisë mos mund të mashtrohen nga propaganda e Edi Ramës. Dhe ata të Serbisë nga propaganda Aleksandar Vučić, apo ata të Malit Zi nga tjetër propagandë. Por, e vërteta është që i barë për Malin e Zi kaloi pozitivisht. U votua unanimisht raporti i standardeve. Raporti i standardeve, vlerësimit standardeve për Shqipërinë, për shkak të kthimit mbrapa të Shqipërisë, nuk u votua dhe kërkon votim unanim. Janë disa vende, jo një vend, që kundërshtojnë në mënyrë të prerë pas vendimit të Edi Ramës për të asgjësuar sistemin e drejtësisë. Të marrim përpjekjet e Edi Ramës për të hequr dorë dhe për të antarësuar si vend antar i dorës së dytë, jo me të drejtat plota në Bashkimin Evropian. Dhe këtu shqiptarët duhet ta dinë se në Bashkimin Evropian nuk ekzistojnë antarë të dorës parë dhe të dytë. Sigurisht janë vendet kryesore që kanë peshën më të madhe, por e vërteta është se këto në tryezën e vendimeve nuk ulen si të barabartë të gjitha vendet dhe asnjë nuk ulet si dorës parë apo dorës dytë. Për Bashkimin Evropian nuk ekziston kuadër ligjor për antarësime të dorës së dytë. Dhe për të miratuar ky kuadër ligjor duhet votojnë të gjitha vendet. Pra, përpjekja Rama-Vučić është thjesht një përpjekje e turpshme për të cilën ata dëshmuan se janë të gatshëm të sakrifikojnë interesa kombëtare, dinjitetin kombëtar për pushtetin e tyre. Dhe nuk ka absolutisht pothuajse asnjë mundësi që të pranohet si alternativë. Nuk ekziston kuadër ligjor. Por, dhe në rast se do ekzistonte një kuadër ligjor, Edi Rama mendon se me drejtësinë e kontrolluar prej tij, ai mund të përfiton të antarësimin si vend i dorës dytë. Jo absolutisht. Sepse shteti ligjor dhe funksionimi i tij
janë kushte themelore për të qenë pjesë e hapësirës Bashkimit Evropian. Hiq dorë nga votat, është puna jote, vetë poshtrim. Zhvillo farse elektorale. Nuk pranohesh. Nuk ka shtet ligjor pa zgjedhjet lira. Nuk ka shtet ligjor pa drejtësi të pavarur. Nuk mund të jesh hapësirë, nuk mund të jesh në hapësirën europiane. Sepse interesat europiane në këtë hapësirë janë të tilla që duhet funksionojë ligji dhe drejtësia. Pra, edhe letra famzez Rama Vučić është një dokument turpi i arkivuar në histori pa asnjë vlerë. Siç e shihni pra në pamjet parë për Lubi Ballukun, mbyll dyert e Europës, në fakt e ka për veten e tij mbasi në dosjet e Lubis, në çdo dosje të saj, hajduti i parë është Edi Rama, urdhërdhënës është Edi Rama. Po kështu me akshin, është faktuar tashmë katërcipërisht se agasi akshit është Rama, se mirëlinda e akshit është Linda Rama, se stumulari pegmarrjeve është Armand Frangu për parat e familjes Rama. Pra, bëra sot këtë shpjegim se në një kohë kur në mënyrë absolute luhet me fatet europiane të Shqipërisë dhe shqiptarëve, luhet shumë keq me këto fate, mediat e vendit të kontrolluara nga qeveria, nga mëngjesi në darkë, marrin ushqimin toksik nga zyrat e qeverisë, propagandën toksike për të mashtruar qytetarë shqiptarë dhe për t'ia fshehur këto të vërteta. Të merrsisht të dhimbshme.